Hujurat, në Kuranin Kerim, ajetin 12. Allahu subhanahu jalla jalalu thot, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. Allahu subhanahu jalla jalalu këtë ajet kuranor e nisën duke u drejtuar besimtarve, duke thënë ya ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Ijtanibu kathiran minadh-dhann do të thotë që largojuni shumë prej paragjykimit. Do të thonë në këtë ajet kuranor janë disa ndalesa që i ka përmend Allahu subhanahu jalla jalalu, që janë të ndaluara. E para këtu Allah azza wa jall e përmend paragjykimin. Paragjykosh dikën. Do të thonë kur e paragjykojmë dikën, ne nuk kemi fakte, a është e vërtetë apo s'është e vërtetë. Kjo është paragjykim, do të thonë ta paragjykoj për diçka dhe nuk kam argument që është e vërtetë apo s'është e vërtetë ajo gjë. Prandaj Allahu subhanahu jalla jalalu paragjykimin e ka ndaluar derisa të faktohet diçka. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. Largojuni paragjykimeve. Mos mi paragjyku njerëzit. Për shembull, ti kalon në udhë, je duke kalu udhës dhe shikon një njeri të njohshëm që kalon afër teje. Edhe nuk të folën. Menjëherë fillojnë paragjykimet. Ndoshta ti ka hedhë syt dhe nuk ka fol. Po, dhe tani ne menjëherë fillojmë të paragjykojmë. E pash fulanën në rrugë dhe në pub dhe nuk më foli. Dhe po ti thosh asaj fulane që ti e ke pa në rrugë një ditë tjetër që pse s'm fole, fulan ditë, fulan vendi, do thot nuk kam pa. Si shikon, nuk shef syri. Po mendjen pa ku e ka pas. Ndodh shpesh, ndoshta edhe neve na ndodh, her pas here që kalon në rrugë dhe ju pa njerëz njohshëm dhe nuk na kanë fol. Duhet me arsyetu, jo me akuzu dhe me paragjyku. Derisa të vërtetohet, sepse ti duke e paragjyku mas një periudhe kohësh do të dalë diçka tjetër, e do thosh, pasam fut vetin tim gjuna. Sa njerëz prej nesh bim prej e paragjykimit. Edhe nëse ne bim prej e paragjykimit, çka ndodhen? Allah azza wa jalla vazhdon ajetin kuranor. Thot, inna ba'da dhanni ithm. Se vërtet paragjykimi është gjuna. Çka do thot gjuna? Që kemi përgjegjësi për Allahut subhanahu jalla jalalu, do kemi llogari për Allahut subhanahu jalla jalalu. Paragjykimi gjithë zakonisht është për të keq, jo për të mirë. Ajo. Paragjykimi gjithmonë është për të keq, nuk është për të mirë. Dhe unë kur paragjykoj për X person mund t'ja nxjerrë emrin e keq dhe zonin e keq, dhe ndoshta është e pafajshme. Prandaj shikoni, Islami jon gjithmonë e ruan personalitetin, e ruan individin. Mos i dali zoni i keq, mos i dali emri i keq. Mos ta akuzojmë dikën padrejtësisht. Pra, urdhri i parë në këtë ajet kuranor, në surën Hujurat, kush është? Që Allahu subhanahu jalla jalalu e ka ndal paragjykimin. Me i paragjyku njerëzit. Asnjëherë mos gjyko dhe mos paragjyko për dikën që nuk e din situatën dhe e din gjendjen. Dhe asnjëherë mos akuzon njerëzit kur ti se din gjendjen dhe hallin e atij personi dhe nuk ja din gjendjen familjare të atij person. Allahu subhanahu jalla jalalu vazhdon ndalesa e dytë, kush është? Wala tajassasu. Ka thënë Allahu subhanahu jalla jalalu, urdhri i dytë i ndalesë në këtë ajet kuranor thot wala tajassasu, dhe mos e spiononi njëri tjetrin. Spionazh, bëjmë spionazh. Spionazhi në Islam është haram, ta spionojmë njëri tjetrin. E kuptoni çka do të thotë spiona? Mbartja e fjalëve? Vjen aty? Mas vjen ajo tjetra. Spionim, çka do të thotë spionim? Çka kuptoj me spionu dikën? Si e kuptoni ju spionim? Spion. Do të thonë unë marr haperet e almës dhe çoj këto hapere në vend tjetër. Kjo është me spionu. Ti spionazh ke në rang kombëtar, edhe në rang familjar, edhe në rang shoqëror,
Do të thënë spionazhi është edhe më i madh se një spionazh në familje. Ti ke për shembull sa shtete për shembull ndodhen raste të tilla, për shembull vetë shteti e ka kap qytetarin e vet duke spionuar për një shtet tjetër. I merr dhënat e shtetit vet dhe ja dërgon shtetit armik të shtetit vet. Ky quhet spionazh. Merr dhëna prej shtetit tënd dhe e furnizon shtetin armik të shtetit që ti ke lind, të shtetit që ti po jeton, të shtetit që aty po ha bukën. Ky është spionazh. Kjo, domethënë, nuk flas në rang shtetëror, por kjo spionazh edhe në rang familjar. Sa dush me spionu dhe me ndigju. Spionazh është edhe të ndigjosh, merr habere. E ndigjon, merr haberën këtu dhe shkon vend tjetër. Spionazh është edhe komshia me komshin me spionu, qysh ndigjon, ka potere, ka probleme në një familje dhe komshia çka bën edhe ndigjon. Këto është spionim, domethënë ndigjon edhe merr habere. Këtë kjo është një prej gjestave që Islami jon, feja jon, dini jon e ka ndalu dhe nuk është as etike, as morale, as njerëzore, merr nga të gjitha anët. Vazhdon ajeti kuranor, thot Allah azza wa jall, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Vjen nga gibet që e përdorni, vjen nga gibet, sepse Allah azza wa jall thot wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Çka është përgojimi? Përgojimi është përmendja e njeriut i cili nuk është prezent, ta përmendesh dikën, i cili nuk është prezent, jo për të mirë, për keq. Po thot dikush, dhe na ka thënë, që thot nuk është prezent, do të thonë unë nuk jam të avu atij personi. Unë jam duke thënë atë që e ka. Nëse për X person e thu atë që e ka, ke bë gibet, çka do thot ke bë përgojim. Nëse thu për dikën diçka që nuk e ka, ajo është shpifje. Do të thonë, edhe sikur ta ketë X person, ato gjëra që ti je duke thonë dhe janë të vërteta, ato gjëra që ti je duke thonë, je duke bë përgojim. Je duke bë përgojim. Allah azza wa jall thot wala yaghtab ba'dukum ba'da, dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Dhe nuk është ndal, Allahu subhanahu jalla jalalu. Nuk ka thënë Allah azza wa jall dhe mos e përgojoni njëri tjetrin dhe është ndal. Dhe vazhdon, vazhdon. Thot Allahu subhanahu jalla jalalu, ay yuhibbu ahadakum ay yakula lahma akhihi maytatan fakarihtumu. Allah azza wa jall thot, shifni, e ka krahasu përgojimin, është gjëna e madhe është, se Allah azza wa jall e ka marrë shembull. Ka marrë shembull, çka ka marrë shembull Allahu subhanahu jalla jalalu? Thot, a don dikush prej jush ta haj mishin e vllaut të vet, të vdekt? Dhe ju vërtet nuk e doni. Kush do të thonë ti ta hash njeriu e vdekt? Aq e rëndë është përgojimi. Shtëpia tona, shoqëria jon është mush me përgojime. Thashë theme, përgojime plot. Profeti alayhi salatu wassalam thot në një hadith, në një thënie, Allahu subhanahu jalla jalalu i uran 3 sende. Qil wa qal, një pra atyre qil wa qal, i thash më tha, thashë them. Një pra 3 gjërave që uran për Allahu subhanahu jalla jalalu, qil wa qal, i thash edhe më tha, i thash, thashë themet, i urren Allahu subhanahu jalla jalalu. Dhe përmend dhe 2 tjerat, thjesht për njëri për t'ja po ja them, wa idaatul mal, Allah subhanahu jalla jalalu e urren veprimin e një personi i cili çfarë veprimi ka pasuri dhe e shpërdoron atë pasuri. Nuk bën ekonomi hiç. Sa i vin paret te dora, kreti harxhon. Nuk i bën hesap. Kur njeriu do pyetet për pasurinë, ka e morë dhe ku e çove. Dhe thot, e treta që urren Allahu subhanahu jalla jalalu kush ishte? Wa kathratu sual. Kathratu sual bësh pyetje të shumta. Pse kjo, pse ajo? Po pse është haram kjo, po pse është haram ajo? Po pse kur na prek qeni duhet me la teshën, po pse ligat e qenit ato janë pista, shumë pyetje që cilat nuk ka nevojë të bëjmë gjithë ato pyetje,
kur Allahu subhanahu xhella xhelalu vetë diçka do ta di se cila për nesh. Që i madhi Zot xhella xhelalu kur ka ndalu diçka, njerëzit do ta fusin mendje këtë gjë. Që Allahu subhanahu xhella xhelalu kur ka ndalu diçka, e ka ndalu thjesht është e dëmshme për ne, nuk është e hajrit, nuk është e mirë. Ka nevojë unë tash të them pse është haram mishi i derit. Bëm pyetje të tilla, pse është haram gret muslimani thot pse është haram mishi i derit? Ha. Pse është haram të ha një ngorësir? Pse është haram të ha gjakun? Këto janë ndalueshme në Islam, janë haram. Pse janë haram? Vetë ti po ti marrësh, logjikisht i shef sekret, asnjëna prej këtyre nuk është e hajrit, nuk është e shëndetshme për trupin ton. Prandaj kethra të suel bësh pyetje të tilla, pse kjo, pse ajo? Pra Allahu subhanahu xhella xhelalu kur flet për përgojimin e kët ajet kuranor e ka krahasuar me hëngër mishin e vllahut të vdekët. Sa transmetohet në kohën e profetit alayhi salatu wasalam, ka qenë profeti alayhi salatu wasalam duke ecë përpara, kanë qenë dy shokët e vet duke ecë mbas. Allah e din më së miri. Dhe i kanë dëgju gjatë ecjes, i kanë dëgju këto të dy duke fol për një tret që nuk ishte prezant. Ndalet profeti alayhi salatu wasalam dhe thot shef një ngorësir rrugës, thot profeti alayhi salatu wasalam merri hajeni tash ngorësirën. Ka disa transmetime të tjera Allahu Teala alem ka thënë fshini pastroni dhëmet e juaja prej mishit. Ka thënë ja Rasulullah s'kemi hangër mish, tani e hangret mishin e vllaut juaj. Aq e rëndë është përgojimi. Përgojimi nuk e lan. As, domethënë, gjunajnë e këtij përgojimi që ne bëjmë dhe mund të bëjmë për dikën është që nuk e lan as namazi, as zeqati, as haxhi, se ka don tobet veçantë. Don tobet veçantë. Tobja për pendimi i përgojimit kush është? Pendimi ndaj përgojimit i kam rap pishman, kam përgoju shumë njerëz, tani unë do të shikoj vetin tim. Të kujdesem për vetin tim, shikoj gjunahet e mia, shikoj familjen time dhe nuk më intereson të tjerit, jeta e tjerëve, se cili ka jetën e vet, se cili ka shtëpinë e vet, se cili ka tefterin e vet, le ta mushi si doj vet, sepse njeriu sa më shumë që hykan mosh, aq më shumë e shikon këtë dynja e cila që nuk ka shumë vlerë, dhe nuk ja vlen, dhe nuk ja vlen të harxhosh energjinë tënde dhe kohën tënde dhe jetën tënde duke u marrë me tjerit. Merru me vetin tënd, merru me familjen tënde. Me për nëse ne duhet bëjmë tobe, tani duhet kërkojmë falje për përgojimin. Kush është tobja e përgojimit? Dietarët na kanë treguar. Tobja e përgojimit është kryesore, e para të kërkojmë falje për Zotit madh, nuk ka diskutim, sepse tobja bëhet i drejtohemi Allahut. Pendimi i drejtohemi Allahut subhanahu xhella xhelalu, kërkojmë Allahut azza wa jall falje. Pastaj dyta kush është? Që nëse deri sot unë kam përgoju X person, kam fol fjalë të mira, e kam përgoju X person, sot e tutje unë për atë person të ta përmend për të mirë, nuk e përmeni për të keq. Kjo është tobja, thon dietarët, kjo është tobja e përgojimit. Mirë, po tani duhet të përmend disa raste që lejohet përgojimi. Janë disa raste që kemi halal me përgoju. Dhe tani fola, domethënë që nuk lejohet përgojimi. Parimisht nuk lejohet me ajet kuranor dhe me hadithet profetit alayhi salatu wassalam. Mirë, po janë disa raste që është e lejueshme me përgoju. Cilat janë ato raste? Cilat janë rastet të cilat lejohet me përgoju? Janë disa raste. Nuk e di atë të rregoj këtë rend, atë të rregoj nesër. Sot. Okej, sot të rregoj. Se nesër Pa gjibot. Pale së me është gjallë, kjo edhe në ngelet shumë. Po, Allah alem, mirë. Rasti parë që lejohet me përgoju është kur dikush të bën padrejtësi. Kur dikush të bën padrejtësi, lejohet me përgoju atë person. Ka po zullum, ka po padrejtësi. Ke shtet, ke una gjykata, ke ndoshta edhe te individ shkon. I them një shoqe që unë e çaj hallin me të, po jo me tregu kret miletit, me nxjerr tellallin në qytet edhe me marr vesh që X person ka bë padrejtësi,
Po ndjej tani afërsi me dikën dhe shpresoj që kur e qa hallin me atë person, do më ndihmoj dhe i them që fulani jam ka bë këtë padrejtësi. Në kohën e profetit alayhi salam ka pas raste si nga gratë, si nga burrat, kanë shku dhe janë anku profetit alayhi salam për padrejtësi ndryshme që e ka bë. Ka pas raste gra që janë ngretë dhe kanë shku te profeti alayhi salam, ka thënë i ka bë padrejtësi bashkëshorti vet për shembull. Ka pas raste që kanë shku baballar, që kanë shku te profeti alayhi salam, janë anku për zullumin, padrejtësinë që i kanë bë fëmijët. Po ka pas raste dhe fëmijët janë ngretë, janë anku te kryetarët e muslimanëve, siç është ai ngjarja në kohën e Omerit radiallahu anhu. Do të thonë, rasti i parë që lejohet me përgoju kur dikush të bën padrejtësi, nuk duhet heshti. Në këtë rast pse? Sepse ne duke hesht ndaj padrejtësisë, ai padrejti kujton se është i drejtë. Kjo është problemi sot. Hasë çka më duhet mu. Hasë çka duhet atij tjetrit, dhe ne heshtim karshi padrejtësisë kur një millet, një popull, një individ hesht karshi padrejtësisë që është duke u bë, ajo padrejtësi do të trashet. Dhe i padrejti, i cili bën padrejtësi, do të vazhdojë me zullumin e tij. Prandaj thon dietarët një thonë shumë bukur. Dietarët thon, nëse s'ke guxim, nëse nuk e ke guximin, me i thon zullumçarit të padrejtit, që e duke bë zullum, që e duke bë padrejtësi, të paktën thot mos e duar trokit. Nëse unë nuk e kam guximin me i thon dikujt që është duke bë padrejtësi, frigohem, pse frigohem? Ose prej zullumit, ose mund të bëj dëm, dhe frigohem për postin që unë kam. Sa njerëz sot janë në poste dhe din që ai që është shefi i tyre është duke bë padrejtësi, heshtën ndaj padrejtësisë atij, dhe jo vetëm heshtën, po i shkon nga mas dhe e duar troket. Prandaj këtu dietarët na thonë, nëse nuk ke mundësi me ndal zullumçarin për zullumit ti, të paktën mos i shkon mas, mos e duar trokit. Buk me djathtë me hën shpi më mirë. Sesa ta ndihmoj zullumçarin zullumin e tij, sepse një njerëz i cili shkon mas zullumçarit dhe e di që është duke bë zullum dhe është duke bë padrejtësi në një popull, në një millet, në një vend, në një shtet, atë ti e duke ndihmuar atë në padrejtësi. Mos na duken gjërat lehta, janë gjërat mëdha, e di më mirë. Si kanë thënë dietarët, më mirë, merr një lopë, merr dhënë dhe shko ku lloti se sa ti bëhesh ndihmës si zullumçarit. Jeto me dinjitet paktën. Mi po dinjiteti i njerëzit, sidomos në këtë kohë, ka humba ajo. Krenaria, dinjiteti, burrnia, këtë është te fokusuar te pasuria. Kujtem nëse postin edhe punën, edhe bukën, edhe riskun, edhe parën, këtë i kam të individi, riskun e këtë njeriu. Prandaj Zoti neve na thot në Kur'an, Allahu subhanahu xhella xhelalu kur thot në Kur'an, që riskun e keni te unë. Që mos t'i nënshtrohemi dikujt që riskun e kam këtu edhe të lëpihem edhe t'i nënshtrohem dikujt. Por kur Allah azza wa jalla na thon riskun e ke te unë, atëherë njeriu bëhet me dinjitet, me personalitet. Riskun e kam te Allahu, nuk e kam te individi. Nuk i lëpihem individit, po e kam te Allahu subhanahu xhella xhelalu. Prandaj të kemi kujdes, do të thonë që nëse tregon për zullumin e dikujt, nuk është givet. Inshallah me lejen Allahut azza wa jalla nuk e gjuna. Sepse ti e bë me dije që X person ka bë zullum dhe është duke bë zullum. Nëse unë s'flas edhe nëse ti s'flet, si do ndalet ai zullumçar? Si do ndalet ai pa drejt? Pra, ky është rasti i parë që lejohet me lejohet me e përgoju. Janë edhe 4-5 raste tjera, po inshallah nesër të flasim me lejen Allahut subhanahu xhella xhelalu dhe vazhdojmë ajetin kuranor dhe nesër e përfundojmë sepse akoma s'kam përfundu ajeti kuranor. Allahu ta'ala alam, subhanallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah ju shpërblet.